Të nderuar teleshikues, mirë se erdhët përpara ekranit të emisionit tonë. Të blesh apo të mos blesh, të shesesh apo të mos shesesh, kjo është pyetja 1 milionçe. Pra, do të flasim për pronat dhe për këtë kemi thirrur për një bisedë televizive sërish specialistin e tregut të shitblerjeve të pronave këtu në Toronto, zotin Odris Koço. Odris, mirë se erdhe, faleminderit që pranove ftesën. Pa humbur kohë, le të fillojmë me pyetjen e parë. Meqense jemi në fund të janarit të vitit 2026, do të deshëm na bëni një tablo të tregut për vitin 2025. Po, faleminderit për ftesën e lirë. 2025 ishte një vit interesant, sepse patëm dy forca të mëdha që kishin efekt në market. Një forcë pozitive ishte një stabilizim i inflacionit në krahasim me 2024 dhe kjo i dha mundësi Bankës Qendrore që të ulte interesat, gjë që ndikoi në interesat e kredive për shtëpi. Pra ishte diçka pozitive dhe u mirëprit nga blerësit me norma kredie jashtëzakonisht të favorshme. Nga ana tjetër, situata gjeopolitike ishte një forcë, nëse mund ta quaj, negative që pati efekt në market. Pra këto dy forca, si të thuash, bën shape, pikturuan marketin në 2025-ën. Si përkthehet tregu në shifra? Po, nëse mund të vëm grafikun për shikuesit, në përgjithësi ishte një market për blerësit, çmimet në përgjithësi patën një ulje. Një ulje do thëja relativisht të vogël, por të ndjeshme në të gjitha sektorët, në të gjitha llojet e propertive. Ca më shumë, ca më pak në varësi të llojit të pronës, po dhe në varësi të zonës. Megjithatë, duhet thënë që u bë një situatë më e mirë për blerësit, çmimet u bën më të ulta dhe nga ana tjetër u rit inventori, u rit numri i pronave në treg për shitje, gjë që e bën më të lehtë për blerësin për të gjetur diçka të përshtatshme për familjen e tyre. Një grafik tjetër që doja të tregoja, që home affordability quhet, nëse mund ta vëmë në ekran, është një grafik shumë interesant. Ky grafik tregon sa përqindje të të ardhurave i duhet një familje për të përballuar një pronë. Pra ky është grafiku i përballueshmërisë së blerjes. Pikërisht. Dhe kuptohet sa më lartë përqindja e të ardhurave drejt që shkon drejt pronës, aq më pak e përballueshme quhet prona. Në përgjithësi, duhet thënë në përgjithësi në qytete si Toronto, kjo shifër ka qenë diku te 50 deri në 60% i lirë. Pra, për një arsye apo për tjetrën, në përgjithësi që njerëzit të blinin prona dhe ta përballonin në Toronto, pak a shumë 50 deri në 60% të ardhurave shkonin drejt faturave të pronës, duke përfshirë patjetër kredin. Ajo është pjesa më e madhe. E krahasuar historikisht si duket 50%? Po varet sa mbrapa shkon. 40 vjet thënë. Është thuaj është 3 shifruar, ndoshta 4 shifruar patjetër. Dhe për këto ka shumë arsye, do thoya një nga arsyet më të mëdha është 30-40 vjet përpara Kanadaja ishte një vend që imigracioni ishte shumë i vogël, ishte një vend që kishte një qasje tjetër ndaj zhvillimit, kurse le të themi në 20 vitet e fundit, 30 vitet e fundit, është hapur imigracioni që të lejojë zhvillimin e Kanadas, edhe të, si thua, dhe të zëvendësoj popullsinë që plaket, dhe kjo ka krijuar një ngritje shumë të madhe në kërkesë për prona. Unë mund të sjell një shembull në 97-ën kur kam aplikuar unë për të ardhur në Kanada, familjarisht atëherë, numri i emigrantëve të pranuar gjatë atij viti, unë fakt hyra në 98-ën, por në 97-ën ishte 125.000 emigrantë të ri. Pra, me sa mbaj mend nuk përmbushej as ajo kuota e synuar prej 1% në vit. Pra kanë qenë shifra vërtet të ulta krahasuar me sot. Para 2-3 vjetësh në zgaboj ishte 600.000, 500.000, 600.000, pati ca ndryshime si rezultati problemeve që ndodhen, si rezultati i imigracionit të lartë, në zgaboj tani jemi diku tek 200.000, në zgaboj 200-300.000, në zgaboj.
por trysni në tregun e shtëpive, në shtëpitë që shiten dhe në ato që jepen me qira, ushtrojnë edhe ata që nuk kanë statusin e banorit përhershëm. Për shembull studentët, ata që vinë me viza pune. Kështu që kjo ndjehet, besoj, në sidomos të tregu i qirave. Po, dhe unë ndjem më shumë para 2-3 vjeteve. Duhet thënë që si rezultati ndryshimeve në le të themi në 24 muajt e fundit të legjislaturës për mundësinë që kanë këta imigrant ose student për të marrë permanent residency, pati faktikisht një tërheqje të madhe jashtë Kanadas. Dhe u ul shumë ndjeshëm kërkesa për të ardhur në Kanada. Ta themi ashtu siç është. Shumica e njerëzve që vinë këtu, le të themi 99%, vinë që të marrin citizenship ose permanent residency, prandaj punojnë, prandaj paguajnë ekstra në përshkolla si international students, qëllimin kanë që të marrin atë dokument. Momentin që i hiqet ai dokument nga tavolina, nuk do vi njëri më për borën dhe për të ftohtin këtu, kështu që duhet kishim mësu skit, po jemi shumë vonë. sepse duhet ta dush këtë vend, dhe që ta dush këtë vend duhet ta hedhësh vallën siç e do vënë. Ashtu siç është patjetër. Mund t'i dhemi të pyetja ime e dytë që ka të bëjë me interesat, mos lam diçka pa trajtuar? Lidhur me tablon e 2025-s, për të po flisnim. Po, doja të rriqa pak vëmendjen tek teleshikuesit për home affordability, atë grafikun, sepse kjo është diçka shumë e rëndësishme. Po ta shikojmë në 2025-ën, krahasim me çfarë ishte para 2-3 vjetësh, ka pasur një rënje drastike të sa të ardhurat duhen, do me thënë është bërë më affordable. Momentin që ky numër ulet, do të thotë që shtëpitë janë më të përballueshme. Dhe po të shikoni vazhdimin e këtij grafiku, sidomos në 2026 në tutje, pritet që të ketë një balancim të këtij grafiku. Çfarë do të thotë kjo dhe kjo është e rëndësishme? Do të thotë që nuk pritet që të ketë më ulje drastike të çmimeve, që është një nga faktorët kryesor të përballueshmërisë. Pra, pritet një stabilizim dhe prandaj dhe ky grafik në vazhdimsi tregon që ka një balancim dhe do jetë diku në këto ujëra, do me thënë diku te 50-50% të ardhurave për të përballuar një shtëpi. Lajmi që doli nga Banka e Kanadas për mbajtjen e nivelit të interesave në kuotën 2.25%. Është një lajm i mirë, besoj për agjentët e shitblerjes së pronave, po është një lajm i mirë edhe për blerësit, besoj. Patjetër. Ju si e komentoni? Kjo pritej që nuk do ndryshonin interest rate-at, sepse faktor kryesor që ndikon në këtë është inflacioni, dhe inflacioni ka qenë në kushte normale, edhe pse kokfort në disa raste, si për shembull siç ishte dhjetori që u rrit pak, por në përgjithësi është në vlerën 2.4%, nëse gaboj 2.4% herën e fundit. Dhe pritej që nuk do kishte ulje të interesave. Ka shumë faktorë të tjerë, gjeopolitik, çfarë do ndodh me të ardhmen e afërt, dhe banka mori një qëndrim pritës. Pra nuk ulet interesi. A është interes pozitiv për marketin? Unë mendoj që është, në përgjithësi ata që merren me këtë punë mendojnë që është, dhe arsyeja është sepse kur është inflacioni diku te 2%, kur janë interesat bankare këtu ku janë, sidomos për kredite shtëpive, diku tek 3 deri në 4%, kjo është gjë mos e normale për marketin. Pra në këto norma quhen kushte normale për të blerë dhe për të shitur. Sot përqindja e interesit bankar që paguan klienti për kontrata fikse dhe ato të ndryshueshmet, sa është përkatësisht? Ajo që paguan klienti, jo ajo që vendos banka kanadeze. Të kuptoj. The 3 deri në 4%, saktësisht sa është? Është diku te 4%. Te 4%. 3.99, 4.2. Kjo varet. Kjo është fiksja apo e ndryshueshme? Fikse. E ndryshueshme ndoshta çik më pak, ndoshta diku te 3.8. Megjithatë, duhet thënë që varet dhe nga lloji i klientit. Për shembull, klientët që janë
në kushte, si thua, jo shumë të favorshme nga dokumentat që kërkon banka, ata mund si rezultat se konsiderohen si risk disi më i madh se një person që ka le të themi punë me payroll, ata mund të paguajnë pak më shumë. E them këtë sepse kemi specialistë dhe në komunitetin tonë që bëjnë mortgage dhe kredi bankare dhe ata i dinë më mirë këto gjëra, por një kuotë të përgjithshme për ata që po na dëgjojnë sot është diku tek 4% interesi. E qartë. Duke pat parasysh edhe situatën e paqartë gjeopolitike në cilën ndodhet globi, pa parashikueshmërinë e presidentit Trump, i cili për mendimin tim është thjesht një altoparlant i elitës botërore dhe sidomos asaj amerikane, si parashikohet tregu për 2026? Po gjithmonë duke faktorizuar, duke patur parasysh, domethënë, duke patur një sy dhe një vesh të zhvillimet e mundshme ndërkombëtare. Patjetër. Këtu ku jemi sot, me informacionin që kemi sot, faktori gjeopolitik, sidomos nga komshin tanë në jug të vendit, ka impakt të fuqishëm. Dhe pritet dhe mendohet, unë personalisht mendoj që 2026 për sa i përket tregut të pronave do jetë ngjashëm me atë të 2025-s. Do ketë oportunitete për blerësit dhe nuk pritet që të ketë ndryshime drastike të çmimit apo të interesave bankare. Gjë që kuptohet i ndryshon dhe marketin në mënyrë drastike. Mendoj që do jetë ngjashëm, është një parashikim që mund të ndryshoj pa paralajmërim, sepse siç e kemi parë dhe komentet që vijnë nga bota politike janë të paparashikueshme, pra do shikojmë çfarë do ndodh. Mendoj që do jetë ngjashëm, mendoj që do vazhdoj të jetë një market për blerësit. Një segment tjetër që po merr parasysh situatën dhe po bën lëvizje për momentin janë dhe investitorët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, Ilir. Pse? E dim tashmë që investitorët në një masë të madhe u shkëputën nga marketi në momentin që u rritën interesat në vitin 2022, 23, 24 me radhë. Sot është një lloj tjetër investitori që po blen. Janë investitorë që po blejnë për fëmijët e tyre. Kemi pasur investitor në 2025 dhe ka për momentin ata që po shikojnë për këtë vit, janë investitorë që duhet thënë kanë stabilitet financiar, kanë pronën e tyre me eksperiencë pagese të kredive dhe kanë krijuar stabilitetin e pagesave dhe po thonë i kanë fëmijët, ka ata që i kanë fëmijët teenager, 15, 12 vjeç, 13 vjeç dhe po mendojnë për 5 vjet nga sot kur fëmia do të dali të shkojnë në universitet, kanë dhe investitorë që i kanë fëmijët sot 20 ca vjeç, shkojnë në universitet dhe thonë sa të paguaj rent që ranë e diku tjetër, me këto çmime që janë sot, sepse po flasim për entry level property, po flasim për kondo dhe apartamente në këtë rast. Po. Çmimet që janë sot janë jashtëzakonisht të ulta, deri në 30-35% të çfarë ishin para 3-4 vjetëve. Po dhe kur ishin shumë të larta. E vërtet. Kështu që unë mendoj që akoma nuk është korrektuar si treg. Jemi prap mbi mesataren arsyeshme ku duhet ishin çmimet, duke pat parasysh nivelin e të ardhurave të një qytetari mesatar. Ka subjektivitet nga mënyra se si e shikon. Ne në industri e shikojmë nga pikpamja e si ishte, por dhe kjo është diçka që do jap favor këtyre që po blejnë sot apartamente. Kem parasysh diçka, një nga faktorët që ngret çmimin e pronave të sidomos të apartamenteve është kostoja e ndërtimit. Që na pëlqen, është rritur dhe na pëlqen do vazhdoj të rritet. Dhe çfarë po ndodh sot me çmimet që janë sot, builders, ndërtuesit kanë ndaluar ndërtimet. Nuk po ndërtojnë. Dhe kjo krijon vakum në ofertë, në inventar. Pra, kanë rritur çmimet në një moment që nuk mund të ndërtosh dot me këto çmime. Konsiderohen shumë të ulta për ekonominë e ndërtimit dhe për gjëra të tjera
Dhe do vi momenti që nga që është ndaluar ndërtimi, 5 vjet nga sot pritet që të ketë një spike, ndoshta edhe më përpara, në apartamente, në çmimet e apartamenteve. Pse? Përveç faktit që pritet të rregullohet ekonomia, gjendja politike, flitet që do hapet dhe rruga prap për investorët e huaj, që për momentin është ndaluar. Ka mundësi që në 2027 të fillojnë të lejohen prap investorët e huaj, leku huaj. Këto janë ato faktorë që mendohet me të drejtë që çmimet do rriten 4-5 vjet nga sot në apartamente. Pra është kohë e mirë për bler apartamente sot. Për mua po. Nga ana long term. Në long term. 5 deri në 10 vjet, ata që po blejnë për fëmijët e tyre sot, për mendimin tim, po bëjnë një lëvizje bazuar në faktor të pranueshëm. Me aq sa informacion të vjen dhe me aq sa shitje dhe blerje bën brenda në komunitet, mund më japësh një ide nëse shqiptarët janë më shumë shitsa apo blersa? Thjesht për të kuptuar situatën financiare, ekonomike të komunitetit tonë. Pyetje interesante. S'ma ka bërë njëri këtë. Okej. Komuniteti jon ka arritur një cikël shumë interesant, një cikël pozitiv. Si rezultat i masës më të madhe që erdhi në fillim të viteve 2000, jemi në fazën ku shumica ose shumë prej të ardhurve nga Shqipëria kanë prona. Brenda mundësive kuptohet. Dhe jo vetëm që kanë prona dhe kanë blerë le të themi në 10-15 vitet e fundit, por kanë arritur që po kërkojnë për investment properties, për property të dyta dhe të treta, prona të dyta dhe të treta. Këtyre ju referove që parë kur fole për prindrit që blejnë janë këta që janë të stabilizuar, është shumë e vështirë për njërin që blen atë pronë e parë për familjen të kalojë te e dyta direkt. Zakonisht do 2, 3, 4 vjet të arrihet një farë stabiliteti. Pra dhe kjo tregon se sa i fuqishëm është bërë komuniteti jonë, sepse pronat nuk janë të lira, siç e dim. Kemi kaluar në një fazë që shqiptarët kanë 2-3 prona, kemi kaluar në një fazë, dhe kjo ka vite, që shqiptarët mendojnë për property për investim, për prona për investim. Pra i kemi blerësit dhe ata që nuk kanë blerë, dhe themi 5 vitet e fundit kanë qenë me qera, sot duan të blejnë. Një nga arsyeja është kuptohet, arrihet një stabilitet financiar në shtëpi, e dyta është dëshira për të blerë, që duhet të jetë aty e para për familjen e tyre, dhe e treta është sepse kanë vënë re si rezultati i rënies së çmimeve sa ekstra të duhet për të blerë në mujore, nuk është shumë më e madhe se sa po paguan qera. Sepse kjo ka qenë gjithmonë një problem. Pra nëse njëri paguan qera 3.000 dhe të blesh duhet 7.000, është një diferencë jashtëzakonisht e madhe. Sot kjo diferencë është më e vogël. Pra nëse një person paguan qera 3.000 dhe me 5.000 blen, është më e përballueshme të bësh lëvizje. Shumë mirë, dëshiron të shtosh diçka tjetër? Patjetër, kam vënë re kemi klient që po mendojnë të bëjnë ajo që quhet upsize. Pra kur kanë një pronë dhe duan të kalojnë o në një zonë më të mirë, ose në një pronë më të madhe, ose të ndryshojnë pronën për një arsye apo për tjetrën. Dua të theksoj që ky lloj marketi ku jemi i favorizon këto familje. Pse? Është shumë e vërtetë që prona ekzistuese që kanë ka rënë në vlerë ashtu siç kanë rënë të tjerat, dhe kuptohet kur bëhet negocimi me blerësin e arshëm, do lësh që thonë disa lek në tavolin, por natyrisht prona që blen ka vlerë më të madhe, sepse është o më e madhe ose është në zonë më të mirë. Dhe ai lek që humbe në shitje bën 2 fish vlerë fitimi në blerje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Pra le të themi ta ilustroj, nëse humbe 100.000 në shitje sepse ka pasur vlerën prona jote më të lartë para 3-4 vjetësh, ajo pronë që po blen ka humbur 200.000 ose 300.000 si rezultat e këtij marketi. Pra në agregat del në fitim. Kjo është shumë e rëndësishme dhe dua ta shpjegoj këtë fakt që të ndihmoj personat nga ana
kur bëjnë logjikisht a ja vlen apo jo lëvizja, këto janë numrat dhe prandaj ky market i favorizon. E kundërta ndodh në një market shumë të mirë, në një market shitësish, do fitosh ekstra në shitje, do bësh një 50.000 më shumë, 70.000 më shumë, do paguash 200.000 më shumë te prona më e lartë që blen. Pra kjo është diçka që doja ta shpjegoja për publikun. Falenderoj shumë për kohën, për shpjegimet e qarta edhe profesionale. Falënderime edhe nga ana e televizionistëve. Faleminderit të lirë. Gjithë mirë.